Djenora 12:20 në rrugën Goce Delqev në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 18 vjeçar nga Tetova. Gjatë një kontrolli në trafik, punonjësit e policisë kanë ndaluar një motociklet me targa të Tetovës, të cilën ai e drejtonte, ku është konstatuar se po e drejtonte pa dhënë provimin për shofer. Motocikleta i është konfiskuar dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 15:15 në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 56 vjeçar nga Gostivari, pas një aksidenti trafiku të ndodhur më parë mes një automjeti zyrtar policor Peugeot dhe një automjeti pasagjerësh Mercedes me targat Gostivarit, janë kryer verifikimet dhe është konstatuar se 56 vjeçari drejtonte automjetin pa leje drejtimi, sipas nenit 297 A të kodit penal, automjeti është konfiskuar. Dje në orën 16:25 në udhëkryqin e rrugës Nikola Tesla dhe bulevardit Ilinden në Tetov, zyrtarët policor kanë ndaluar një motociklet të drejtuar nga një mitur 13 vjeçar nga Tetova, i cili nuk posedonte leje drejtimi. Me udhëzim të prokurorit publik, motocikleta i është konfiskuar, ndërsa në prani të prindit, përfaqësuesve të qendrës për punë sociale dhe inspektorit për të mitur, me të miturin është kryer bisedë zyrtare. Pas dokumentimit të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Dje në orën 14:45 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në periudhën prej datës 4 prill deri më 6 prill 2026 në një xhami në fshatin Saraqin të Tetovës me përdorimin e një mjeti të fortë është kryer vjedhje e rëndë, me çrast nga katastrofa janë marrë mjete monetare nga donacionet vullnetare, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 16 në stacionin policor të Mavrovës, një 40 vjeçar nga Shkupi ka denoncuar se në udhëkryqin e Mavrovës, pas një debati paraprak për detyrat e punës, është sulmuar fizikisht nga punëdhënësi i tij nga Shkupi. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, do dorëzohet para shtresë përkatëse. Sot në mëngjes në ora 6:20, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar ka ndaluar një 41 vjeçare nga Shkupi, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se në një objekt hotelierik në Gostivar ajo është sjellë në mënyrë agresive dhe ka dëmtuar një pjesë të invertarit. Ajo po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 21 në Departamentin për punë të brendshme Gostivar është denoncuar se në rrugën rajonale Gostivar, fshati Gradec, ka ndodhur një aksident trafiku mes një automjeti pasagjerësh Fiat Punto me targat Gostivarit i drejtuar nga një 38 vjeçar nga fshati Vërbjan dhe një motociklet me targat të Tetovës e drejtuar nga një 23 vjeçar nga Tetova. Në aksident lëndime të rënda trupore ka pësuar drejtuesi i motocikletës të konstatuara në qendrën urgjente në Gostivar.